Familjet e reja në Bashkinë e Maliqit janë skeptike për të përfituar nga kredite buta me 3% interes për blerjen e një banese. Nga kuotat që Bashkia e Maliqit ka për këtë program strehimi për vitin 2025, 20 të tilla vazhdojnë të jenë të lira, ndërsa gjatë vitit vetëm 2 apo 3 familje kanë aplikuar dhe kanë përfituar. Kemi rreth 20 kuota të cilat ka patur probleme në zbatimin e tyre, pasi shumë familje janë skeptike në marrjen e një kredie për blerjen e banese, ma shkas në këtë moment të bëjthirje, sepse është një mundësi e shumë e mirë, sidomos për familjet e reja, të cilat kanë mundësi që të blenë një banesë me kredi, me interesat të zbutura nga shteti. Përgjithsisht, familjet duan të marrin banesa jashtë territorit të bashkisë. Ka pasur kërkesa, por kërkesat kanë qenë të herpashershme nga njerë çdo muaj. Aktualisht këtë muaj nuk kemi kërkesa për kredit but. Shpresojmë që në muajt në vazhdim të ketë kërkesa për të trajtuar të paktën familjet e reja, të cilat ju jepet mundësia për të blerë një banesë. Programi strehimit nëpërmjet marrjes së një kredie me 3% interes ka disa vite që funksionon në Bashkinë e Maliqit, por pavarësisht informacionit të dhënë, familjet e reja duket se ende nuk po e përqafojnë si mundësi për strehimin e tyre.